Që jam këto me një këngëtar I cili e ka një zonja zakonisht shumë të mirë, ajo është Blerim Berisha, I cili do të na këndon një këngë për presidentin Hashim Thaçi. Ej, o ju moj nana shqipetare, periudjem që keni në vare, o me na fal për vujtje tuja, se Kosova është e juja, le ta din Londra e Moskova nuk dorëzohet kur o Kosova, fala Parisit e fala Berlinit, je ushtar Zahir Pajazitit, fala Parisit, pluma Beogradit, je ushtar o te Hashim Thaçit. Blerim, e kënon që të kongë edhe ndasma. Po, shpesh kur I kem ndarsa, sidomos në tërvesa kur të shtrojmë, e kënoj këtë kongë shpejt. Halal të koftë, e kini zonë vërtet mu që vërtet që mu më prej këte për shumë, edhe s'moj më të nëshu me një kongë. Valla s'moj më të nëshu. Edhe se jam me Ramazan. Edhe na kina Ramazan. Me Ramazan jam... Edhe një kongë, mos taj të Ja, ta lo me qëto edhe s'te herë. Hajde veç edhe një shkurt, edhe fare dush tash një kongë patriotike, hajde unë e di që ti kënon mirë. Ti më kënoq, besëm. Dej dekon. Hajde, okej. Hajde edhe një kongë se vërtet kënon mirë. Mora fjale, mora varguni, mora qarkut e me I thuri kang. Me I thuri kang bashe legjen darit, ti këndojm adem jasharit, ti këndojm. Tash sa vjet se she prekazin dhe reqakun, tash sa vjet se she drenicen, tash sa vjet dhe Mitrovicen, tash sa vjet. Faleminderit shumë, respekte për ty. E ju të dashur me që mos të ndrani, sepse gjanat e mira I sjellin veç na. A ka ma mirë në mes qeshit, me këto vargje, me këtë zonë, tepër shumë të mirë, na knaq. Kjo ka shumë atmosferë. Faleminderit që ishe pjesë e jona, ju rujt zoti, e ju të dashur me që mos të ndrani, sepse e bukra ka njemër, a jemërin ana, në mes qeshit Prishtinës, o në përparimi Kalle.